أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, e falenderojmë Allahun e Madhërisëm që na zgjodhi nga krejt bota dhe na bëri musliman. Pastaj e falenderojmë Allahun e Madhërisëm i cili na mundsoi që në këtë kohë të jemi në xhami, këtë shtëpi të Zotit Dhul Xhelal, për ta kryer një detyrë dhe obligim karshi Allahut të Madhërisëm, duke falë namazin e akşamit. Pastaj e falenderojmë që për atyre që e falën në akşamin, neve na dha vullnet, dëshirë dhe sabër që të vazhdojmë të rrim në xhami për të ndëgjuar diçka prej këshillave që dalin nga fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Elusë Allahun e Madhërisëm që Allahu na kaplon me bekimet e Tija, me mëshirën e Tij, ne pranon adhurimet dhe lutjet tona. Dhe lusim Allahun e Madhërisëm që ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami, në këto adhurime, në këto angazhime, Allahu i Madhërisëm na bashkoft të gjithëve në Xhennetul Firdaus inshallah taala. Në mungesë të hoxhës Muharremit për shkak të operimit të djalit të tij Besamit nga zora e qore, Allahu e shëroft dhe këtë operim me bafshërim dhe shëndet për te. Do jam unë sot me ju dhe do vazhdoj që të jemi bashkë në këto mbrëmje me fjalët e Allahut Dhul Xhelal. Nuk do flas në ato pjesë ku i man mësimet dhe ligjëratat hoxha Muharremi, por dhe kaloj në një sure, sidomos këtë sure hoxha imami Hafez Zekeriaj e këndoi në namazin e akşamit, sure e cila quhet At-Takathur. Ku Allahu Dhul Xhelal thot, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, thumma sawfa ta'lamun ilma al-yaqin, latarawunna al-jahim, thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Kjo sure quhet At-Takathur për shkak se me këtë pjesë të ajetit fillon Alhaakumut takathur. Ju mahniti, ju mashtroj, ju angazhoj juve aktiviteti, veprimtaria për të shtuar pasurinë dhe fëmijët. At-Takathur. Andaj Abdullah ibn Shekhiri radiallahu anhu, një prej sahabeve, e përmend këtë emër të kësaj sure kur thot etejtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me taku dhe e gjeta ata duke lexu surën At-Takathur. Surën At-Takathur ose që themi na Alhaakumut takathur. Kjo sure është sure mekkase. Ka zbrit periudhën e Mekës. Dhe në këtë mendim do më thonë ndajnë të gjithë dietarët e tefsirit, që do thotë është mendim me konsenzus. Çka është dallimi mes sureve mekkase dhe atyre medinase? Suret mekkase kanë zbrit në kohën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në Mekë, e medinase mas hijrëtit duke qenë në Medinë. Kjo është aspekti kohor. Në aspektin e përmbajtjes, suret mekkase zakonisht flasin për besimin në Allahun e Madhërisëm, besimin në ringjallje, argumente për këto fakte. Kurse suret dhe ajetet medinase flasin për rregulla dhe dispozita konkrete me të cilat detyrohen dhe angazhohen besimtarët. Cilët janë objektivat kryesorë të kësaj sure? E para, do thot, ndalon Allahu Dhul Xhelal të gjitha veprimet
të cilat e çojnë njeriu drejt ndëshkimit të tij, në dunjë dhe në ahiret. Andaj çdo gjë e cila është sebeb i shkatërimit tan, i humbjes tënde, i dëmtimit tan, atë gjë e ndalon Allahu i Madhërisht. Kjo është një prej temave. Tema tjetër është për kujtimi, në e bën me di Allahu Dhu Gjelal, se krejt dhuntit që me to na ka gëzu Allahu i Madhërisht, ne për to do japim llogari. Edhe kjo xhami, edhe kjo pastërtia e kësaj xhamie, edhe imami, edhe hatibi, edhe muezini, këtë që ka këtu e të mirat Zotit, ne ka dhënë Allahu Dhu Gjelal, normalisht i ka bo sebeb njerëzit. Është dhunti për Allahut. Xhamia është qelë, ka ndriçim, verës e freskët, dimrit e ngroft, jashtë dërvoni ka ujë, tualeti punon. Kjo është dhunti që na vim, e shfrytëzojmë, po na duket se normal është. Jo, kjo është dhunti. Dhunti është shtëpinë që e ki, kulmin për mi krye. Dhunti është gruan që e ki, fëmijë që i ki. Dhunti është shëndeti që e ki. Dhunti është kafshate e gojës që e ki. Domthon, me nisë me numëru dhunti që ne ka dhënë Allahu Dhu Gjelal janë shumë. Zotën Allahu subhanahu wa taala çka tha? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse ju do mundoheni me numëru dhuntit e Allahut mira që ka dhënë, ato s'kan fund. S'mund t'i dilnin në fund. Do të kemi shumë dhunti. Ama për këto dhunti kena me dhonë llogari. Andaj mendoje, e para, si e fiton atë mirë, e dyta si e shfrytëzon atë mirë. Se kemi dhonë llogari edhe për si e fitove, edhe për si e shfrytëzove. Gjithashtu, për temave për të cilat flet kjo sura është ndalesa, Allahu i Madhërisht na ndalon që të mburemi, të lavdrohemi, unë e kam shumë, unë e kam shumë pasuri, unë e kam shumë famë, unë e kam shumë dituri, unë e kam shumë fëmijë. Sot s'ka kush lavdrohet që ka shumë fëmijë, se ka vdekë e vakti, kur ka pas ka 2-13 fëmijë, sot 2-3, kush i ka 4 ose 5, sot unë e kam shumë. Ama për para do thotë kam bo shumë edhe janë lavdruar me numrin e madh fëmijëve. Do të na ndalon Allahu i Madhërisht ne të mburemi, të lavdrohemi me sasinë e madhe të mirësive të Zotit që kemi. Pse na ndalon Allahu me mbur, me lavdru? Se këto ato të mira që i ki nuk janë prej teje, nuk janë me meritën tënde, po janë prej Allahut. Do thoj shlihosh, po si unë 20 saat ditë punoj, 15 saat ditë punoj, 18 saat ditë punoj, si e thuti? E vërtet është. Ti mundesh me punu 24 orë në ditë, edhe në fund mos më fito kurrë. Ose këtë që e fiton me hu për në moment. Andaj ti mundohesh, e bën sebepin, angazhohesh, ama shpërblimin, pagën, dhuntin të e për Allahu Dhu Gjelal. Andaj këtë që kemi është për Allahut. Kjo gjithashtu është për temave për të flet. Tjetra temë është se këto ajete kuranore neve na nxisin që t'i shtojmë veprat e mira. Mos me argju kohën na t'u lavdru, valla unë kom bo pare, kom bo shtëpi, kom bo kerr, kam dyqan, kam mall, shetis, kahmos, kënaqe. Këta janë gjëra kalimtare të kësaj bote. Sa më shumë që ki, bënu gati për llogari më të gjatë edhe më të madhe me pas. Nuk është puna për t'u lavdru. Kemi dhënë llogari për to. E çka të nimon ty e çboton nëse ketë ato të mira i shfrytëzon për me bo vepra të mira. Për shembull, ka dhënë Allahu pasuri, po. Aq sa e gëzon ti, e gëzojnë edhe familja e ngushtë e jotja që kanë nevojë me ndihmë, vazhgat dorën. Ti kënaqesh, po edhe vllavin tanë se lën keq. Ti kënaqesh, po edhe motrën tonë se lën keq. Ti kënaqesh, po edhe prindët tu se lën keq. Ti kënaqesh, po edhe miqën tanë se lën keq. Ti kënaqesh, po edhe dajën tanë se lën keq. Ti kënaqesh,
po edhe tezën tonë nëse le keq. Ti kënaqesh, po edhe hallën tonë nëse le keq. Ti kif gjak. Si është kjo punë? Ti të kënaqesh ata kem probleme esenciale së mundet. Andaj e shfrytëzon atë pasuri që ka dhënë Allahu me e gëzu me antarë tjerë të familjes. Tjetra, unë ndihmon studentëve. Shkollohen. Ka student që Allahu ka dhënë kapacitet, inteligjencë, vullnet për me mësu, për s'kam para. I thu ti mëse ki gale. Për pare, mëse ki gale, më ki mu. Ti veç mëso. Arrit sukses shkollimin tanë, për punë tjera unë e mërna. 1, 2, si pas bugjeti që e kici. 3, 4, 5, 10. Tjetra, është një hoqë, talebe mëson. Fëmijët e mahallës va mëson Kur'anin, va mëson rregullat e Islamit, va mëson terbijen islame. O hoqë ti, mëse maj gajlen e pagës e rogës. Në ki mu. Ti veç mëso. Sa talebi i ki 10, bëni 20. Sa i ki 20, bëni 40. Bëni 50, bëni 100. Keq fëmijët e mahallës, shire, ti bish në xhami. Ti, si të din ti. Edhe çka duhet për atë punë, ki mua. Atër kjo pasuri të bën dobi. Ki pasuri shkon haq. Kur këtë bota shkojnë mushtetit këto edhe atina për vende turistike atraktive, ti shkon haq. Po e këmbo haqin, alhamdulillah, shkon në umre. Po e këmbo dhe umret, që i familjartë, në haq, në umre. Atë ka dhonë Allahu, po. Pse që ajo pasuri realisht ti mos jetë, duke shka më hoqë, po i sosa këtë parët. Jo, nuk sosën parët të unimu njerëzve me bo punë të mira ata, kjo veç e shton bereqetin e parës tonë, e para në këtë botë, edhe dyta, ajo pare realisht shkon edhe deponohet, shkon edhe palohet në ahiret. Edhe ti ki pas miliona këtu, i ki hargjun këtë forë, këtë ato milionat kanë shku atje të presin. Ti ki pas miliona, a me i ki hargjua në shetitje, në qefe, në darka, si ke një mu kërkan. Këtë i vet i ki hargjua ato pare. Ato i ki hargju, tu kanë shku, s'ka met atje kur gjo. Kur që është atje? Fukara. Tu zengin, i madh atje, fukara. A në formën e parë, tu zengin, ki dhonë shumë, ta ka shtu Allah edhe ma shumë, zengin ki met, plus ketë atë zengin lokën e ki qu atje. Pa tu hargju këtu as pak që, thua, që si pa tu hargju. Po ti 100.000 i ki dhonë, 500.000 i ki dhonë, 1 milion i ki dhonë, Allahu 10 milion t'i ka dhonë. Po, konkretisht pasuri. Plus ketë ato që i ki dhonë, i gjenë kur shkështë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj neve në nëzit këto ajeti kuranore me shtu punë të mira, nëse Allahu në ka dhonë pasuri, me shfizu atë në këtë formë, ajo në shtot edhe në ndihmon neve ku dalim për Allahu dhu gjelal. Gjithashtu për temave që flasin këto ajeti kuranore, potencim se dita e ringjalljes është e vërtet, kiameti është e vërtet, llogaria është e vërtet, shpërblimi e ndëshkimi janë të vërteta. S'ka dyshim. Ketë na sot që jemi gjallë, një ditë kena me vdek. Ketë, une që foli ti që ndëgjon, ketë na këtu që jemi. Edhe ketë kena me e përjetu ditën e ringjalljes. Në të vore ku ka me nashti, na kena me dalë, kena me u ringjallë. Se cili për neve. Edhe çka është interesant, neve nashtin në tokë me qefina. Po edhe qefini, edhe ponicat, edhe sandokët, krejt ato kalben. E ku të ringjallimi na, do të ringjallimi gjveshur, lakuriq, zbathur. Bile, si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yuhsharu nasu uraten, hufaten, ghurla. Njerëzit do të ringjallen gjveshur, zbathur dhe të pasynjetum. Edhe atë ndërhyrje që është bën dunjë, edhe ajo do të kthehet ashtu si ke le. Edhe synetimi do të hiqet, do të kthehesh i pasynjetum. E kur ndëgjon këtë hadith, Aisha radhiyallahu anha thot ja Rasulullah, ar-rijalu wan-nisa, burra e gra bashkë, çdo këtë janë ringjall. Aisha radhiyallahu anha kishte galën e marrës. Shifni subhanallah. Ajo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fol për në ahiret, që është ditë e trishtueshme, allahtarshme, kiameti. Aisha galën e ka te avreti.
Aisha ka galën të marja, Aisha ka galën të lakurisia. Sot gratë e sotit, femrat e sotit, a e kanë gale punën e lakurisis, punën e avretit, punën e marës? Fatkeqësisht jo. Një numër i madh i femrave sot se kanë gale hiç këtë punë. Allahu na ruajt nga sprova e kësaj bote dhe lajthitja devimin të mirë, po këto janë realitete. E Aisha radiallahu anha, si një grua e devotshme për një familje së devotshme, bia e Abu Bekrit radiallahu anhu, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ndëgjoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke folur për ahiretin, për kiametin, për ringjalljen, se do të ringjallin njerëzit zhveshur, zbathur, galen e vetme që e kishte në atë moment, tha ja Rasulullah, e burra e gra bashk. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha o Aisha, a ditë aq vështirë ka me qenë, sa që as kujt si shkon menja me shiku asken. Një njeri sot, ku të është i smund, në spital, i thonë ki tumor, ki kancer, kemoterapi me shkon në spital, a i shkon menja me këshirë dikan me epsh, i hupe epshi. Si shkon menja kërkon, do të vesh, inshallah bona ma mirë, inshallah është noshta. Dhe mund kur ki të rishtim, kur ki shqetsim, kur ki presion, nuk shkon menja kërkon. Vesh të shpëtimi. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Aisha, atë ditë është puna aq e vështirë, sa që s'ka kur kush nge, që themi na, ko me shiku njërit e tjetëri. E tash, kjo ringjallje, në këtë formë, e jep një simbolik shumë të madhe. I zhveshur, në dhe të kur gjanë për të mirave të saj bote nuk merë me vete. Edhe atë qefin që ta kanë vesh, edhe ajo t'u ka kalp, edhe patek i murin gjallë. Ty më vorë dështinja altonat, dështinja diamantat, dështinja paret, dështinja shka dush. Ama kur të rinjallët, a i zhveshur i zbathën. E qka merë me vete, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyitu thalath. Të vdekurin e përcjellin tre gjëra. E përcjell familja, e përcjell pasuria dhe e përcjellin veprat e mira. Familja dhe pasuria kthehen prapë. Ngelen me të vdekurin aty veprat e mira. E tash ky ku të ringjallet i zhveshur i zbathur, s'ka kur gjon për të mirave të kësaj bote, ama krejt ato veprat mira që i ka bosa ka qenë i gjallë, ato i ka me vete. Edhe andaj, ky ajet kër e potencon do ditën e llogaris, ditën e ringjalljes, ditën e shpërblimit dhe ndëshkimit, jep mesazhin që unë edhe ti duhet mu bogati për këto ditë. Pra dhe njëherë të lexojmë këtë surë, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Çka do me thonë këto ajete? Thotë Allahu Dhu Xhelal, juve ju habiti, ju mashtroj, ju angazhoj nga punët e mira vrapimi pas shtimit pasurisë dhe familjes. Kur themi na familjes, përpara, familjet e mdhoja kanë pas pushtet, kanë pas fuqi. Më një katon, ku shokon familja me dominancë, familja me madhe. Andaj, ju mashtroj juve angazhimi për të shtu pasurin dhe familjen është qëllimi për të shtu pasurin dhe pushtetin. Edhe sot na krejt që ka njofim njerëzit që angazhohen këtë dunjo janë ose mas pareve, ose mas pushtetit, ose mas studijave. Ata që kanë pare, mas pareve vrapojnë pas pushtetit. Pse? Që me pushtet me mbrojt parën e vetë. Dikush vrapon mas pushtetit, pse? Në përmes pushtetit boje pare. Ande parja dhe pushteti zakonisht shoqënohen njëra me tjetër. Edhe shkojnë paralel. Andaj, edhe ulemat e tefsirit, ku e kanë përkthy këtë ajet e tekathur, se këto përkthimi tekstual i këtij ajeti është juve
ju habiti veprimi për shtim. Ç'është është përkthimi tekstual? Çka më shtu se shpërmen? Pse se shpërmen as pasuria, as familja? Kjo është urtësia e Kur'anit. Sepse Allahu Dhu Gjalla është i gjithdijshëm. Edhe din se gjërat që janë relevante, të rëndësishme sot, nuk kanë qenë relevante dhe të rëndësishme dje. Edhe s'kanë me qenë relevante dhe të rëndësishme nesër. Andaj tha elhakumut takathur. Ju mashtoi juve dëshira për të shtu. Çka në çdo kohë dhe në çdo vend ajo që është relevante. Ajo me të cilën angazhohen njerëzit në atë kohë dhe në atë vend. Edhe kjo e bën Kur'anin, do thotë tej historik, tej gjeografik, në kuptimin që nuk është i përkufizum për një kohë dhe për një vend, po prej ditës që është shpall deri në ditën e fundit së bote, vlen ky Kur'an. Hatta zurtumul maqabir. Derisa sa ju zgjat kjo habi juve, ky mashtrim, sa ju zgjat derisa të shkoni të vizitoni Vorret, Varrezat. Kur shkosh te Vorret, atëherë e kupton se që kjo është fundi jonë. Këtë njerëzit, shko të hisë, vori kujto është ki filon miliarderit. Aha. E që ki tjetri i filan mbretit. Aha. E që ki i filan generalit. Aha. E që ki i filan njerit fuqeshëm. Aha. E ki i bodybuilderit. E ki këtë janë konë më një vak dikushi, sot këtë janë në rëdhej. E aj, këtë pas kanë vdek, do më dhonë edhe na kena me vdek. Ande kur shkon me vizitu Varrezat, e kupton se nuk ban njeriu me leju vetes me uhabit, me procesin e vrapimit pas grumbullimit pasurisë. Ku kebe pse se edhe në xhami, valla me meta, merdhen do mushteri, para akshamit. Edhe jo kjo, jo ajo, jo kjo, jo ajo, dëshin me bled do sene, dëshin me edhe tu boma vet me to, thirrje zonë akshamit meta së ndola. Po nëse ti a fale, po e fale, alhamdulillah. Po qetri tha ojbesh me kallzu shkama do. Hasha kanë do. Tamam unë nisa me mshel tezgën, merdhen mushteri. Po jo një, po 5-6. Edhe mete, jo njoni me bled diçka, jo tjetri me diçka, thirrje zonë akshamit, mas akshamit halo, thirrje zonë jacis, meta po e fal akshamit. Po mirë betja, se kujtove që ajo punë nuk nalet, nuk soset, punë e dynjas. Sa të dush punati, ama namazi ka kohë, ka afat. Si të përfundoj afati namazit, ti së në falë, më mas kohë. Që e ban të ashti namazit? Po si t'ja bëj? Ta fali kaza. Si, kaza ta falish, namazin ta falish kaza, pse ki hup namazin të shit malë? Qëfar kazaja? Tja kazon gjumi? Ki haru se se ki falë akshamin? Ka rat fikt? Jo, kesh me mushteri zanë, edhe se falë namazin. Shtetë me falë, s'ka kaza në kësi rasti. Namazi falet kaza, atër kur të zë gjumit, ti e ki kulli saatin, se keni saatin, pu qova pas ka hik vakti, atër falësh. Ose, ti zakonisht e falë vakt namazin, atë ditë se ki falë më një sa ka thire zani, edhe tu punu, thiri që një, drejkën se kun falë. Atër e falë. Ose, ka ratë fikt. Në mënë, kenet i alivanosën 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, e të ka ikë namazi, ku të këthjellësh, mëra dhe se i falë namazet më rënë. Ama ti të shqitë malë, e shifëne, ti që të mashtroj grumëllimi pasuris nga adhurimet e Zotit, kime vazhdu e më mashtru deri sa shkosh të Vorret. Tash vizitori i Vorreve, ulemat ka dy kuptime. Veç vizitat që ja bën Varrezave për të marrë mësim, vizitave që ja bën Varrezave të shku të i përcjell të vdekurit ton, ose derisa të hish në dhej. Vetë ti, vizitor i vërtet, shkon e më nuk kthehesh pi atje. Atëherë do e kuptosh krejt shumë qartë dhe shumë mirë se si ja pas ka vlet më mashtruti me këtë dynja. E do bosh peshman.
Ama ai pishmallëk ty nuk bën dobi. Andaj kjo ditë e ahiretit, njëra për emrave që e ka është Yawm at-Taghabun, është edhe në Kur'an një sure at-Taghabun quhet. Pse ka kështu at-Taghabun, çka do të thonë? Do të thotë pishmallëku që ka me godit njeriu në ditën e Kiametit për lëshimet, mangësi që ka pas në dunjë. Ke bo mirë. Mirë pa ti të bosh pishman, pëse s'ki bo hala ma shumë mirë. Hoqë, po ti ki majtë bet derse? Po, ma i ku majtë 50 derse, ti kisha majtë 60, ishte ma mirë. Na hoxhallar kanë kur mërzitemi, shkojmë në xhami valla, xhamati s'po vjen, edhe po e laune. Ja valla, unë se lau dersin, pse se unë se moj për xhamatin. E moj me fitu se vapin Allahut. Me laun është letë. Ama një vjen dy, s'ka gale, një dy, na vazhdojmë me përcjell mesazhin e Zotit. Me laun, ai xhamati që s'ven, Zotën ka hub se ka hub. Po ti që e lën hub. Edhe kemi u pishman atë ditë, ki mujt mi mojt 100 derse, ki mojt 50. Ki mujt mi mojt 200 derse, ki mojt 100. Ki mu pishman se si mojt asa kam mujt. O gjo, dola penziu në më tash edhe, tash mo, as gjamis dal mu fal, as ders me mojt s'moj, as kshila me dhonë s'jap, pse kum tërë penzi? Muslimani, hoxha, s'ka penzi. Sistemi pensional është për problem për profesione tjera. O gjalloku s'ka pension. Sa t'jesh gjallë, sa t'jesh ishnosh, sa t'kesh mundësi me fol, ti duhesh me vazhdu. Pse? Se nese të bosh pishman, ki me thonë, ku mujt ma shumë zvona. Po edhe tjetri, tash unë e fola për hoxhën, që m'ja letu gjematit, po edhe ti gjemat. I falet 3 namazet në xhami, e 2 i falet e shtëpia. A mujtë edhe të di me falet e xhamia, po mujta, po se zole, po pritova. Pritova pa do bosh pishman nesër. Pse si falet çdo namaz në xhami. Ta kisha fitu se vapin atyre namazeve. Sa faqe lexove Kur'an, valla lexova 10 faqe. A ke mujt ma shumë, po ku mujt, po pse si lexova valla pritova. Do bosh pishman, pse si lexova 20. Andaj përkujtimi i vdekjes, përkujtimi i vorit e jep këtë mesazh, o njeri, këtë kohë që e kinë disponim, këtë dunja shfrytzoje. Se çdo sekund që e shfrytëzon në vepra të mira, ti do i gëzohesh asaj ditën kur dash për Allah. Edhe kundërta. Çdo sekund edhe orë nga jeta jote që shkon kot, ti do bëhesh pishman kur dash për Allahut subhanallahu. E mos folim, që unë e përmenda shembullin e njerëzve të mirë. E mos folim për pishmallokun e qafirave, për pishmallokun e gjunaqarëve me gjuna të mëdha, ata do bëhen aq pishman sa që si e përmend Allahu Xhelal, do të dëshironin qiell dhe tokë me pas pasuri edhe me dhon për me shpagu vetveten e vet, për me shpëtu vetveten e vet. Qiell dhe dunja me pas pasuri, me dhon, me shpëtu vetën e vet. Ama atë ditë është dita e dëshpërimit, dita e keqarjes. S'ki mundësi domodin me kthi prapë. Pastaj thot Allahu Xhelal, kella sofa ta'lamun, kush nuk e merr vesh këtë botë, ka me marr vesh kur vjen melekul mauti në fit me ta marr shpirtin, atë që me marr vesh. Andaj thot kella sofa ta'lamun, gjithsesi keni me kuptuar këtë gjë. Thon me kella sofa ta'lamun, edhe një herë e potencon se ju sot që shtireni se s'po dini, s'po kuptoni, s'po merrni vesh, do vjen momenti që kemi marr vesh shumë mirë, po det von, kella law ta'lamun ilma al-yaqin, bile keni me marr vesh me dituri bindëse. E ulemat kanë thonë, domethën dituria ndahet domethën në 3 kategori. Dituria e thjesht, që është el-yaqin, domethën bindje e thjesht. E dyta është ainul yaqin, domethën bindje sikur se ti më e pa, dhe treta është haqqul yaqin, domethën bindje e plot e vërtet se këto fakte janë të vërteta për Allahu Xhelal. Çka kemi kuptu? Kemi kuptu letëravut në el-gjahim, atëherë ku kemi pa gjenemin Allahu në rujtë. Atëherë kemi pa se si pas ka vlet hiq bara kiram.
Sa kanë mi lodhë për dunjos, ja pas ka vlet. Sa imi mashtru të vrapu pas dunjos, ja pas ka vlet. Se dikush kishte pallate, jahta, miliarda, ari, diamanta, ama kur e shef atje në xhenem të u gjek, thuj, si bëj ka dobi për çfarë? Tjetri kush je jot fukara, me nxe muin që e përfundoi kë. Kur e shef atje pallat, jaht, ari. Ky kush je jam gjithë këtë pasuri, ai miliarderi në zjarm atë? Po. Sa ai qafir, ai gjunaqar, ai në xhenem. Ki s'ka pas kur gjë pas në dunjë, ama besimtari devotshëm. Namazit i kanë të hazër, Kur'anit i kanë të hazër, nasihat i kanë të hazër, hakit huju ka rujt, hakit kushis ja ka dhon, fëmit i ka bë tërbije, nanë e bab ka respektu, ai pallat po, jaht po, shket mirat që i kanë miliarderat tu, ai edhe ma shumë. Se në xhenet ka atë që syrje se ka po, as veshi se ka ndëgju, e as që ka mujt me fantazu mendja njeriu. Andaj ku ta shoh xhenemin, atë dhe kuptojsh se ai angazhim kot si pas ka vlet, thumma la tarabunha ayna al-yaqin, keni më pa domethon me sy bindese, e atëherë në çato momente kur do jesh më njëri ki xhenetin, më njëri ki xhenemin, e shef se këtë ajo kohë që e ke harxhuar në kot s'ka vlet, thumma la tusalun yawma idhin anin naim, atë ditë për këtë mirat e Zotit që ka dhënë kemë dhënë. Çka thotë, s'ke besu Allahun, tamam, mirë. A ki pas net po, jep llogari. A ki pas pasuri po, jep llogari. A ki pas familje po, jep llogari. A ki pas liri po, jep llogari. A ki pas rahati po, jep llogari. A ki pas keq çka ki pas. Për çdo gjë ki më dhon llogari. E mendoj e tash ti, sa të mira ti ka dhënë Allahu, a ki gjevap për to? A ki përgjigje të saktë për to? Me të vërtetë kjo është Allahime, nësë kemi hi Allah me të regu të fësirën e kësaj sure, po koha që kemi në disponim në uhargju, një sure e shkurt, është për sureve të fundit Kur'anit, shumica e besimtarëve e din e kanë mësu, kush nuk e din është mirë të mësoje. Se, do më dhonë, 20 suret e fundit Kur'anit janë suret të lehta të shkurta, po kanë mesazhe shumë të forta, këtë Kur'ani ka mesazhe të forta gjithsesi, ama për neve si nuk jemi arab, ndoshta për shembull mos mund na më bëha vëllazat Kur'anit, ama mbarëm gjuzin ame të mësojmë. Nëse s'mund në gjuzin ame, barëm 20 suret e fundit, 30 suret e fundit të mësojmë, sepse me të vërtet këtu kemi porosishën të mëdhaja. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, latarawunna al-jahim, thumma latarawunnaha ayna al-yaqin, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Përkthimin e kësaj sure e keni në për libra, edhe tefsirin e kësaj sure keni përkthimin e tefsirit Ibn Kathirit, Sheikh Abdurrahman As-Saadit, edhe tefsiret tjera që kemi përkthimin gjuhën shqipe. Është mirë që kur shkojnë te shtëpia, gjeni përkthimin e kësaj sure, lexoni përkthimin, lexoni ato komente, edhe këto këshilla që i dham sot kujtoni, e inshallah i majni mend këto porosi edhe vazhdimisht vetes ja kujtoni të mirat që ka dhënë Allahu Dhul Jalal, kujtoni vetes ditën kur dalin para Allahut se kena më dhënë llogari, edhe bëhuni gati që mos mashtrohemi me të mirat e kësaj bote e të humbim të mirat e përhershme të ahiretit. Lutim Allahun që Allahu na jep dije të dobishme dhe vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si kaluam këto çaste me fjalë të Allahut Dhul Jalal, Allahu na mundsoft ta fitojmë xhenetin Firdaus inshallah taala dhe ta meritojmë të gëzohemi duke pa madhin Allahu Dhul Jalal që është shpërblimi më i madh për banorët e xhenetit. Walhamdulillahi rabbil alamin.